pas, medias nuk i Edhe pas. një gjë tjetër, si do ishte ma kulturore dhe ma bukur. Ti e din se shamin e ka edhe nëna eme sa është mirditore, po nëna eme ka vu shamin për një arsye. Lutëm une dola prej temës, lutëm edhe po ta jap lejen edhe qëto edhe ma shumë më spytni jashtë temës. Tani, për shamin nëna eme e ka sa është mirditore, e ka se ma nëzije sot e kësaj ditë për Gjergj Kastriotin. Edhe ka arsye sepse e ma në shamin. Dhe më thënë e ma në për një simbol të dheut ton, kombit ton edhe herojt ton. Edhe kjo do ishte mirë që edhe gratë muslimane të ngrojnë stilin e shamis, edhe vajzat e reja, jo kështu sikur e ke ti, me bon cover gjithçka me rrethue, me lanë ftyrën, edhe ajo perë që është shumë ma keqe se kjo, edhe vajzat e reja s'kan nevojë me moj shamia, kur sot në 2026 do ishte ma kulturor edhe ma mirë edhe në Europë, edhe gjithkon na si jena njerëz të kulturuar, sa duhet me qenë, edhe ta shohim edhe si me ligj, për me qenë edhe ma transparent, edhe ma mirë, gruaja një vajzë e re 18 vjeçë mas me e bë grua me shamin kreje. Se nëna eme është grua vjetër. Shiko, ajo është në varet prej kulturës. Po. Kultura religjioze nuk ka të bëjë me kulturën e vendit. Kultura religjioze, kultura e nënës Teres, ajo është kultura religjioze. Edhe me ardha e në tokat shqiptare, prapa ajo nëna Teres nuk e qetë atë shamin e kuqe që është e traditës, që unë e veshi ato për darsma. Prandaj duhet me dallu kultura religjioze dhe kultura unë nuk përmena religiozin fore, unë thosh kultura e nënës teme është kultura e herojt tonë kombëtar, edhe është simboli e kombit tonë e i gjakut tonë. A kupton? Nuk përmena religiozin. Edhe si kultura, para krishtrimit e para islamit, ne kena pas kulturën shumë të mirë edhe shumë do me thonë, se do me thonë është bukur sa Europa është shemull për ne. Zdi jam të po gabim, zoti Leon, si e sipër. Shiko, gjdo këna jemi jetojmë në Zoti Medja thue, jo zoti Leon, zoti Medja. Na jetojmë në shtetin demokratik me kushtetur laike, dhe na si muslimani kemi shumë demokraci në Evropë, edhe në Ballkan, edhe të krishterët gjithashtu kanë demokraci, përveç kur shikojnë me bë urrejtje fetare tjera. Shamia ime është kultura fetare, po ta kisha qitu në ato burkën, atër është kultura arabe. Une nuk kam të bëj me kulturën arabe, por kultura fetare ka akses në çdo vend të botës. Kështu mendoj. Zonja Iqbale, me fal zonja Iqbale, desha të në diçka domethënë të keqeshja shamies. Faktikisht edhe bota islame ka domethënë stilin e vendosjes së shamies. Për shembull, po të shikojmë kabilet e Algjerisë, po të shikojmë domethënë pjesën e veriut të Algjerisë, pjesën e Tunizisë, pjesën e Iraniane, Libisë, e këto pra janë musliman, po kanë stilin e vendosjes së shamies. Edhe Giorgio Joseph tha kështu që mund ta rregullojmë një fije domethënë atë pikpamjen e jashtme të vendosjes së shamies. Jo për ta heshë, ke për parasysh, për me treguar modernizim. Por George Joseph tha mund ta rregullojmë pjesën e shamies, e ke parasysh, si për shembull që mbajnë muslimanët siç e thashë më parë, muslimanët e veriut Algjerisë, të Marokut, të Tunizisë. Shiko, ato mirë ka edhe George edhe ju e keni. Mirë po, normat fetare nuk kanë të bëjnë me normat e ati vendit. Unë thash si tha Georgi, se unë mani si doni shamen, më nuk më shqetëson e pjesë. Qashtu. Prandaj, na nuk guxojmë me i largu normave fetare, se për shembull na guxojmë edhe hiqmës me qitë shamin. Se ti në shamin, për shembull, na jemi 95% musliman, po as 10% shi grave shqiptare. Sa përqind jena musliman në Kosovë me? Okej, 50%. E ma as 10% shi nuk e kemi na gratë nuk janë të mlume me shamia. Sepse feja islame nuk ka dhunë. Nuk të qështon,
Unë e fëmijën e vajzën teme 30 vjeçare e kam pa mbulesë. A do me ta bëj pyetje moderanti pak. Nuk e vlerësoj bindjen, besimin, sjelljen, edukatën, mirësinë e vajzës teme, nëse ajo e qet një shami ka me u bë tash angellish. No,